Punimi i filigranit në Shkodër është një zeje e lashtë dhe e rafinuar artizanale, që përfaqëson një trashëgimi të çmuar kulturore shqiptare. Zejtarët shkodran përdorin fije argjendi të përdredhura për të krijuar bizhuteri dhe objekte delikate, shpesh me motive tradicionale, që tërheqin si vendasit ashtu edhe turistët. Në familjen Zagani, kjo mjeshtëri është trashëguar ndër vite dhe sot vazhdon të jetojë fal përkushtimit të Fatimes dhe djalit të saj Ermalit. Fillimin e punës se kam filluar në marrjen artistike në vitin 1971. Aty jam profesionalizuar me punën me serm. Zanaden më ka dhënë e njëra Sandra Borozi. Mandaj në më vonë, kam filluar kam marrë zanaden edhe e kam ushtruar edhe vetë. Deri në vitet e demokracisë kam punuar në artistike. Kur ka filluar demokracia, kam filluar me pronarin Fritz Barbullushi. Si me thonë edhe mjeshtër, edhe pronar. Po prapë edhe aty kam punu si përgjegjëse. Edhe kam ushtruar edhe zanaden. Sot jam me zoja mi bot gjitha proceset. Na me filigran bajmë stori, se i thojnë vath, varse, biluzyp. Bajmë edhe prej këtyne artikujve që janë më të mëllaj, harta, manajna kina pjata, kina pena, kina kutinja, kina shumë artikuj që kanë ardhur gjithë një tu zjanu edhe tu o marrë edhe prej viteve të përparshme. Deri tash të i thojnë, tash kina ba një punisht vogël në shtëpi, edhe ushtrojmë unë me djallë. Punë artistike në Shkodër, tash ka fillu i fije mati për mu gjallënu, tu dalë në për panajire, tu ba pyetje, tu shpërda fleta, adreset e... Po mirë, tash mirë jena. Po për zoten mirë më duket që masala me vdeka zanat, se zanada ashtë që nuk vdes kur, po më vjen mirë si me thonë që nuk po la për heshtje, po la trashëgume. Ka dele ka dalë edhe djali i shalla me fëmijën e vetë se dihet se si vjen. Se në Shkodër e kanë për tradit me trashëgu, një ashtu si tanë mjeshtrat e përparshëm.